Tensioni në shtëpinë e Big Brother VIP për një 5 ka prekur fundin duke degraduar në ofendime të rënda personale dhe familjare që kanë shokuar të gjithë banorët dhe publikun. Protagonistë të këtij sherri të ashpër kanë qenë Rogerti dhe Matteo. Në tentativë për të provokuar, Rogerti ka kaluar çdo limit etik duke ju drejtuar Matteos me një pyetje banale dhe denigruese lidhur me motrën e tij. Me sa meshkuj njëkohësisht ka kryer marrëdhënie motra jote. Ky koment ka shkaktuar reagimin e menjëhershëm dhe të furishëm të Matteos, i cili është kthyer ndaj tij duke përgatitur: "O Qilbanik, ti do më bësh provokim mua, fytyra jote?" Situata ka qenë kritike dhe gati të precipitojë në përplasje fizike, por ndërhyrja e menjëhershme e banorëve të tjerë, të cilët janë futur në mes për t'i ndarë, ka shmangur për shkallëzimin e dhunës. Ky moment pritet të jetë temë diskutimi në prajmin e ardhshëm, pasi prekja e familjes në mënyrë kaq eksplicite konsiderohet thyrje e rëndë e etikës. Kjo gjë që Rogerti ka bërë nuk i ka pëlqyer asnjë personi në publik, dhe të gjithë po kërkojnë përjashtimin e tij, pasi nuk ka prekur vetëm Matteon, edhe motrën e tij, e cila nuk ka fare lidhje me atë shtëpi aty brenda. Nuk dihet se si kjo situatë do shkojë, megjithatë gjendja e Matteos është shumë e rënduar. Në çdo moment pritet që ai të agravojë për të sulmuar Rogertin, prandaj të gjithë banorët dhe produksioni po qëndrojnë në këmbë pranë atij. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Rogerti duhet të përjashtohet zyrtarisht nga ajo shtëpi? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!